Forcimi i bashkëpunimit rajonal dhe ndarkufitar si dhe promovimi i trashëgimisë kulturore mblodhin e tetov kryetar të komunave shqiptare nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria, Malizi dhe Lugina. Sot do promovojmë edhe një projekt tjetër në Tetov, që është projekt i përbashkët me Unionin e Bashkive Shqiptare, që ka të bëjë me qendrën e informacionit apo qendrën e inovacionit për të rinj, ku në modelin e Tiranës edhe në Tetov, kuadër të qendrës për kulturë dhe rini, do të kemi një qendër të tillë ku të rinjt tanë do të mund të aftësohen për tregun e punës edhe për sfidat që i presin sa i përket zhvillimit teknologjik dhe inovacionit. Nën kryetari i Unionit të Bashkive Shqiptare, por edhe kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, në fjalën e tij tha se ndërtimi i rrugës Tetov-Prizren do të mundsonte integrim kombëtar dhe rajonal, por sipas tij nuk ka transparencë në procesin e ndërtimit të kësaj rruge. Po projekti si i tillë, domethënë ideja për një projekt të tillë gjithsesi duhet përshëndetur, edhe duhet besojmë që do të realizohet, po zhvillimet në të ardhmen do të na tregojnë se sa kemi drejt në këto pritjet edhe besimet tona. Po gjithsesi është një projekt i cili do të mundsonte edhe integrim rajonal, edhe integrim kombëtar, edhe një predispozit edhe për zhvillim ekonomik. Unioni i Komuneve Shqiptare në rajon është themeluar në vitin 2016 dhe shërben si platformë bashkëpunimi për realizimin e projekteve të përbashkëta.